Në thelb të ekspozitës më të re në kryeqytet qëndron qelçi jo si efekt dekorativ, por si gjendje fizike e brishtësisë, transparencës dhe tensionit mes formimit dhe thyerjes, njëkohësisht mes shumë ndjesive. Është shumë interesante se si çdo ekspozitë ose çdo proces i cili ka të bëjë me përballjen, me tregimin të së vërtetës së tënde ose me vulnerabiliteti mund të aktivizojë dhe mund të krijojë emocione të ndryshme. Në momentin që çdo gjë, le të themi, prezantohet, kur vepra jepet publikut, pa diskutim, emocionet që ndjej janë qetësi, po çdo gjë tjetër mbrapa ka qenë një akumulim edhe një roller coaster emocioneve të ndryshme. Ekspozita Konstelacion nisi si një sistem marrëdhënies që zgjerohet gradualisht në hapësirë dhe kohë, duke i dhënë mundësinë secilit nga ne për interpretim, përfshirje dhe përjetim personal në 3 dhomat e Galerisë së Tiranës. Së paku, kështu e shpjegon artistja Joana Diamanti. Ekspozita e Konstelacionit ka si qëllim më shumë se sa të tregojë një proces linear të mënyrës time të krijuarit, të japi një lloj hapësire dhe mjedisi ku njerëzit të ndjejnë, të ndërveprojnë me materialin e qelçit. Qelçi është materiali im kryesor, jo thjesht si materie, por duke marrë tiparet e brishtësisë, e transparencës, faktit që është shumë i thyeshëm dhe në dhomën e parë, e cila është laboratori, është pikërisht të akumulimi një hapësire që ka shumë dyshime, dështime, tensione, përpjekje dhe ato manifestohen në forma të cilat janë qoftë më lirike, por tentojnë të bëhen pak më abstrakte dhe gradualisht kalojmë tek dhoma e dytë, e cila është dhoma e ngjizjes. Aty marrëdhënia është totalisht jo vizuale, kalojmë në një përjetim më tepër akustik, tingulli është i pari, është ajo frekuenca të cilën lexon trupi. Është shumë e rëndësishme që përgjatë kësaj ekspozitës ju të ndjeni të pranishëm më shumë se sa të interpretoni dhe të shikoni dhe të kuptoni cilat janë emocionet që secila dhomë ju krijon. Dhoma e tretë është dhoma e Konstelacionit, është dhoma ku elementët e brishtësisë, thyrjes të copsave fillojnë dhe krijojnë një marrëdhënie. Nuk janë produkte, por janë një sistem marrëdhënies të cilat fillojnë edhe ndërveprojnë. Disa objekte janë kinetike, mund t'i lëvizni, disa objekte thjesht mund t'i vëzhgoni, në disa thjesht duhet të kuptoni se çfarë ju bëjnë të ndjeni. Ekspozita e kuruar nga artisti dhe pedagogu Ardiani Sufi është qelur mbrëmjen e 3 shkurtit, por do ta pres publikun në Galerinë e Tiranës deri më 22 shkurt.